Njëri është i bukur edhe ndimër. Megjithatë, të pak janë ata që vinë ta shohin. Ne jemi rikthyer në Drimadh. Këtë herë jo për t'ju sjellë se cilat janë pikat, vendet që doni të vizitoni apo ushqimin tuaj të preferuar që doni ta shijoni Buzdetit. Kemi ardhur për t'u treguar se çfarë është prishur nga kjo zonë turistike e jugut. Gjatë fushatës elektorale, Edi Rama bëri një premtim. Operacioni do të jetë gati në shtator dhe s'do të ndalet deri në vendosjen e sondimit të ligjit mbi territorin. Jemi në emergjencë kombëtare. Dhe premtimi u mbajt. Aksioni nisi nga Dërmiu. Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Kombëtar prishi 4 objekte katërkatëshe në plazhin e Drimadhës dhe të gjitha baret verore, me pretendimin se nuk ishin rinovuar lejen e ndërtimit. Kundërshtimet e banorëve nuk i morën për bazë. Çfarë është Bagdad të prishni? Na kanë marrë godimet dhe s'na kanë dhënë asnjë vendim. S'di nga ti mbajnë. Ka objekte që jemi me leje ndërtimi për shembull dhe nuk është mirë të dëmtojmë. Nuk na lajmërojnë. Të gjitha prishjet janë të paparalajmëruar. Nuk ka diferencime fare këtu, as të pyet, ke leje apo s'ke leje. Planin e tyre ne nuk e njohim. Kemi 20 vjet që punojmë në Greqi, kriza ekonomike na pengojti. Të vazhdojmë godinën. Tani kjo qeveri vjen e prish, do vinë qeveri nesër, o prishit të tjerëve, nuk ka mundësi se si të. I kemi dokumenta në Bashkia Himarës, tash ne kam në Facebook për t'u shem. Gjithçka ka mbetur në Drimadh, është revolta dhe rënojat. Shohim se këtu kryesisht janë dëmtuar beachbaret, ato janë prishur të gjitha. Ne i nisëm nga i pari, nga ky beachbar ku luhej muzik live gjatë verës. Ky ka qenë ambienti ku shiteshin librat apo gjëra tradicionale që i përkisnin zonës së jugut. Sot nuk është më. Nga lokalet më të preferuar ka qenë Darbari. Edhe ai ka qenë në listën që duhet të prisheshin këtu në Drimadh. Ndërsa këta punëtorë këtu po mbledhin gjithçka që ka mbetur nga diskoja e zhurmshme Amsterdam. Sa shpejt na kalon, sa shpejt na kalon.
Edhe plazhi i Dërmiut ka 3 objekte të shkatruara. Njëra prej tyre është diskuja verore Havana. Sipasi nuk, në Bashkinë Himar do të prishen 150 objekte që nuk kanë leje të rinovuar apo ndodhen brenda distancës 100 metra nga bregu i detit. Kemi mbritur në Himar. Arsyeja pse ndodhemi këtu është se duam të kontaktojmë kryetarin e Bashkisë së Himarës, zotin Jorgo Goro. Jemi përpjekur që të lidhemi me të gjatë gjithë ditës, por ky kontakt ka qenë i pamundur. Kërkonim prej tij të dinim se cilat janë objektet që janë paralajmëruar se do të prishen në këtë periudhë. Duket se të gjithë kanë humbur shpresat se dikush do t'i dëgjojë apo t'u jap një zgjidhje. Radhën e ka pjesa tjetër e bregut. Janë 280 objekte deri në Ksamil, por nuk ka një listë të zbardhur. Nuk dihet nëse janë të gjithë së barabartë përpara ndëshkimit të ligjit.